Stina Verës I rikthen gjallërinë Gjakovës. Me ardhjen e mërgjimtarëve, rrugët, lokalet dhe sheshet mbushen sërish me vizitorë, por cilat janë vendet që ata I vizitojnë me më shumë dëshirë sa rikthehen në qytetin e tyre, këtë e mësuam nga vetë ata. Qarshia vjetër është shumë e bukur, është vendin bazar, më I vjetër se Krejt Ballkanit. Bjeshkën e kemi ofër, mas mirin e Krejt Ballkanit. Jam qytetit kapak. Kam lindë në Gjakov, po jetoj që 46 vite në Kroaci. Më pëlqen shumë Kroacia Kret, po Gjakova me Gjakov nuk ka, se vendi ku ke lindë edhe ku përbëj ke njëre disa vjetë ma shumë, po të ngrek edhe ma shumë vendi ku ke lindë. Kështu që kur vi këtu, unë nuk ri as 5 minuta në shpi, veç dalë, shkojnë qashit madhe, shkojnë qashit vogël, koncertet kur bëhen, në licen e Raduniqit shkoj në Bjesht Rogovës, detin se du bash, ama kështu në për Bjesht kam qef me shku. Gjakovën e kam në zemër, se vendlindja ime. Unë sa herë vinë Gjakov, se jetoj në Zvicër, sa herë vinë Gjakovën e kam qef shumë e vizitu qashin e vjetër. Gjakov kam qef qytet me dalë, kam qef shumë e pas sende, ka shumë sende të bukra, kështu që pëlqen tepër. Mu më pëlqen me dalë mramje në Gjakov, te qashia vjetër, me vizitu Drinën, edhe më pëlqen se edhe njerëz janë shumë qelë. Për mërgjimtarët, Gjakova mbetet një destinacion I veçantë kur I kthehen çdo verë për të shijuar bukuritë e qytetit dhe për të krijuar kujtime të reja pranë vendlindjes.